Aksidenti i rënd në aksin Saran-Delvin, makina del nga rruga dhe bie në ur. Një aksident rrugor ka ndodhur në afërsi të fshatit Buronj në aksin Saran-Delvin. U raportua se një automjet ka rënë nga ura ndërsa i plagosur ka mbetur drejtuesi. Sipas informacioneve paraprake në automjet ndodhej vetëm shoferi, një burrë 60 vjeç i cili është transportuar menjëherë në spitalin e Sarandës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sarand, informacion paraprak. Rreth orës 19:30 në aksin rrugor Delvin Sarand në vendin i quajtur Stjar, shtetasi NB 61 vjeç, duke drejtuar automjetin tip Toyota, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit duke dalë nga rruga. Si pasojë e aksidentit, 61 vjeçari ka marrë dëmtime dhe është transportuar për mjekime të specializuar në QSUT Tiranë, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po vijon me veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit, njofton policia. Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.